Po, mirë është të shpresojmë dhe shpresa ka. Unë personalisht mund të jap shembull një ide interesante. Parëmbrëm më pasha një emision dokumentar në T5, kanalin prestigjioz francez, për Kosovën. Ishte ndoshta dokumentari i parë pa paragjykime dhe që ishte shumë afirmativ për Kosovën. Kryesisht ka insistante në bukuritë natyrore të Kosovës, në manastiret e bukura bizantine, ato katoliket, Nikos më të vjetër, në xhamitë e bukura osmane, në kështjellat mesjetare, në Lpianën Ilire, pastaj në pazaret e vjetra të qyteteve të njohura Peja, Prizreni, Gjakova, dhe madje edhe në Alpet shqiptare, në Pjeshtë e Namuna dhe në Brezovic. Ajo madje që ishte atraktiv, surprizë për emisionin, ishte kopshti Arive. Dhe më ranë ndërmend, thash pse zoti Kurti shkon atje dhe me marrë një kandidat konsensual, një Arush. Jam i bindun që të gjithë spektri politik do të votonte. Një Ari nga kopshti Arinve? Po. Kandidat? Një Arush, kandidat konsensual për presidentet Kosovës. Madje në këtë pikë do të ishin po ashtu një zonit edhe Bashkia Evropiane, para zgjithash se Amerika është e zonë me punë të veta. Madje do të ishte edhe lista serbe, pro sepse kopshti Arive ndodhet mes dy komunave serbe, mes Graçanicës edhe Novobërdës, kështu që do të ishim të tanë të lumtur. Dhe pse të mos ndodhte diçka e tillë. Kjo ironi e juja është një kritik shumë e madhe për spektrin politik, me që po e thekson këtë, do të thotë që jemi në qasë një situate që nuk na ka me tjetër pos me bo humor me këtë cirk politik që kemi qujtë shpesh vitin e kaluar cirku politik, por që sërish po përsëriten këto. Mjaft situata është e tendosur dhe shumë serioze gjithandej. Dhe shumë tragjike për popullin shqiptar. Edhe pak një vit e gjys, bëhet 20 vjetori i pavarësisë. Dhe me çka mund të krenohemi që jemi 20 vjet shtet. Para zgjithash, me kopshtin e Arive dhe me ndjekjen e shqiptarëve nga Kosova. Me qenë se kemi arriti ndjekim ma shumë se gjys milioni shqiptar, shpeti do t'jesim ashtu kështu pa popullat, me hajde të provojmë të shtojmë këto kopshte zoologjike dhe i të apajmë një kopsht madh zoologjik, kopshti i derrave, kopshti i gomarve, i sorrave. Tash për te shgënimit t'juj personal, më thoni takimet e fundit, a ishe një si përpjekje serioze të Kurtit, duke ftuar në veçantë LDK-n për gjetur zgjidhjen. Sa serioze janë dhe a do të prodhojnë diçka? Kurti e bën lojën e vetë. Nëse ju kujtohet, a i ka ardhë me një synim që ta bën Republikën e Tretë. A i po e bën. Ende askush se di saksisht si duket ajo Republikë, po ma nuk do t'jetë as Republikë Demokratike, as Republikë Shqiptare. Për këte jam i sigurt. Tani, në këtë loj, shumë konsekvente, Kurti fillimisht ka shëndrua njerëz të vetë në numra. Ja keni pa dhe plakatin e zgjedhjeve të fundit, veç aja është me fotografi. Të gjithë të tjertë janë numra. Dhe më dha njerëz pa identitet, pa dignitet, pa personalitet. Nuk i di është e plakat zyrtari partis apo jo. Ka qarkullu në për media, sikur të mos ishte ata do duheshin të reagonin ashpër, sa ajo nuk është talje. është loj shumë serioze. E para. E dyta me që partinë e vetë i ka shëndru numra, tashti pëthuaj se i ka shëndru edhe opozite numra. Që i ka nënështru ka herë.
Kosova realisht nuk ka opozitë. Kosova ka grupacionet interesit që po përpëlitet të mbijetojnë dhe eventualisht në pritje mos po e përfitojnë në një ashtë nga partia në pushtet dhe ata s'kan për ta përfituar asnjëherë. Sepse nuk i kanë votat, sepse s'kan ofruar asnjë gjë bindse, sepse s'kan pas projekt për ta bindë popullatën, për ta bindë koncentrohemi vetëm për një pjesë të opozitës. Se ka alternativë. Po koncentrohemi vetëm një pjesë të opozitës, LDK-n. Target i vetëvendosjes në vazhdimsi për të krijuar bashkëpunim me ta. Kemi parë edhe vitin e kaluar, gjatë tërë kohës ka insistuar që me LDK-n, apo flas pas zgjedhjeve të shkurtit, ose edhe nuk ka insistuar, por s'paku formalisht ftesën atyre ua ka drejtuar. Tani, për LDK-n më thuaj, nëse po sheh ndonjë sinjal se vërtet mund të kenë lëvizur nga ai qëndrimi betonizuar i vitit kaluar, që nuk donin qeveri me Kurti në asnjë formë. Sot e par dje si e sheh qëndrimin e LDK-s? Së serioze, s'ka qenë, sidomos tash së shfare. Sepse koalicioni bashkëpunimi e serioz, kur e ka dash Shambull Rugova, e ka marrë me 7-8% Ramush Haradinaj, e ka bo kryeministër, dhe vetë po president. Ka nda pushtetin mirë pothuajse proporcionale, se ka dash me kriju një më mirë besim mes dy forcave për të mos imponuar një farloj diktati vetëm një partije politike, por për ta përçu një sinjal se shteti jonë dhe pavarësia Kosovës është një pavarësie negocume me marrëveshje. Na nuk e kemi fitu me luftë, tjerë na e kanë sjellë pavarësinë. Dhe me që është i tillë dhe kushtetuta është e tillë se pushteti duhet të ndahet, detyrisht duhet ndahet. Sistemi i ynë i zgjedhjeve është i tillë. Nuk mundesh me çfarëdo manipulime sepse është bërë edhe përpara. Po derisa me gjithat e ka pas ndikim faktorin ndërkombëtar para gjitha Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë disa gjana janë imponu, edhe kur është përpjek që të manipulohen zgjedhjet, ose të vidhen, e mbanin mend deklaratën e zotit Dell nga Drenisa, kur ka deklaruar që kjo është, do më thonë, fabrike votave. Ka quajtur fabrik votash. Po, maçineri e vjedhjes të votës. Me fjalë tjera ju ka quajtur të fala njerëzve që ndane pushtetin se s'ju lejoj. Qysh se kanë lejuar Sali Berishën kur i ka fituar 84%. Ko 84% ko Enver Hoxha